Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e një 15 vjeçari dhe plagosjen e 2 të tjerëve ka ndodhur në periferitë e Athinës. Sipas informacioneve paraprake, një nga adoleshentët kishte marrë fshehurazi nga çanta e nënës, çelësat e automjetit dhe më pas së bashku me 2 shokët e tij, mes tyre edhe një 15 vjeçar shqiptar, kishin dalë për të qarkulluar në rrugët e zonës. Në rrethana që ende nuk janë sqaruar, automjeti i cili po lëvizte me shpejtësi mbi normat e lejuara ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një pemë. Si pasojë e përplasjes, njëri prej të miturve ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri tjetër janë transportuar në spital në gjendje të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Policia ka njoftuar se drejtuesi i automjetit është ndaluar në spital së bashku me prindrit e tij. Trupi i viktimës është dërguar në morg për veprime të mëtejshme mjekoligjore. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit po kryen nga Policia Rrugore e Drejtorisë së Atikës Lindore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.